Të nderuar vëllezër besimtar, me lejen e Allahut do fillojmë një seri të ligjëratave e cilën e kemi të titulluar si të jemi të gatshëm për sprova. Të nderuar xhamat, Allahu e ka zbrit Kur'anin, e cili është udhëzues për besimtarët, është udhëzues për muslimanët, e në këtë drejtim Allahu po thotë se kemi zbritur në Kur'an ajo që është shifa, shërim për njerëzit dhe rahme dhe mëshirë për ta. E në këtë drejtim i takon robëve të Allahut, muslimanëve, që me kërku këtë shifa dhe këtë rahmet, që i bie që me udhëzu jetën e tyne me rregullu në bazë të fjalës së Allahut, e cila është fjala më e lartë dhe është fjala më e qelluar. Andaj këtë drejtim dietarët janë pyet çu shërohet njeri me Kur'an. E dim se ka sahabë që kanë shëru vetën me Kur'an edhe për smundjeve organike, mirë po mbi të gjitha janë ato shpirtërore, sikurse zilia, xhelozia, armiqësia, urrëtia njëri tjetrit, dashuria për mëkate, dashuria për vepra të liga, e këtu e gjojmë shërimin Kur'an, e i cili vëllezër besimtar fillimisht ndërtohet mbi leximin e Kur'anit, mbi meditimin e tina, e që duhet me bëhet në formë të vazhdueshme, duke lexu dhe duke e medituar Kur'anin. Të nderuar vëllezër besimtar, po qysh me nxirr që të mësim që me kon të përgatitur për sprova me anë të Kur'anit. Qysh me kon të përgatitur për sprova, sepse sprova është e pakëndshme, nuk është e dëshiruar. Do njeri nuk e dën atë, mirë po realiteti është krejt ndryshe, andaj duke pasur parasysh se sprova është pjesë e jetës. Sakt po them, është pjesë e jetës. Madje e kemi premtim nga ana e Allahut se kemi për të sprovuar. E kemi ajetin kuranor në surën Al-Baqara, ku thot Allahu në Kur'an: "Walanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsi min al-amwali wa anfusi wa thamarat wa bashshiri sabirin." Dhe Allahu çfarë po na jep informacionin, çuje myshde apo në formë të sigurt se gjithsesi keni për të sprovuar. Dhe Allahu ja nis bi shay'in, non pianis në mënyrë interesante me diç nga Afrika, dhe pastaj vazhdon në ajeti duke na thënë dhe uria wa naqsi min al-amwal, me pas mungesë pasunisë dhe humbjet njerëzve dhe format e sprovave të ndryshme, mirë po fundi i këtij ajeti është wa bashshiri sabirin, dhe përgëzoj durimtarët. Andaj duke pasur parasysh se gjithë kemi për të sprovuar, Allahu po na jep një mësim shumë të rëndësishëm, po na informon o vllazni. Po na informon se ky udhëtimi ynë në këtë dunja nuk kalohet pas prova. E që i bie nëse ti e merr në udhëtim çfarë do të koft në këtë dunja, don ti gjithë kemi kërku informacione, çysh është rruga, çka duhet atje, a ka nevojë për këtë aparat, e Allahu po tregon pa e pyet se gjithçysh keni mos provu. S'ka pas prova. Nuk ka në këtë dunja pas prova. E atëherë pasi që neve, don Allahu na pas ka informuar çka na tregon kjo, sikurse shembulli vllazni i një shkolle, i një klase, ku një mësues midis mësimit ju thot nxënësave mbylni librat, çantat në bank, fillon testi kryesor i vitit. Qysh kishin me reagu nxënësat? Jo, mësuesi jon, profesor, jo se s'jam të gatshëm. E shembulli i Allahut është sikurse shembulli i atij mësuesit që i thot mas në javë nxënësa është testi. E kështu Allahu na para praktikisht na tregon se kjo dynja është me sprova. Kjo dynja nuk ka lënë pas prova, mirë po duhet më të përgatitemi që të jemi të gatshëm mu ballafaqum me këto sprova. Apo është realiteti vllazni që sprovat po na befasojnë? Apo është realiteti që për fat të keq ka të atill që dhe sprovat ja luhotin imanin? A ka dhe të atill, elhamdulillah që janë të pak, po që sprova i qet për imanit, i qet për për muslimanëve, i zhvendos aq shumë se vllazën besimtar po dështoj me lexu Kur'anin, po dështoj me meditu për Kur'anin, po dështoj që ato ajetet shifa, që janë shërim për zemrën, që me ta qetësu zemrën ty që ku të godet sprova, mos me luo vllazni, vani që imani me thon ty bë sabër,
Kjo është caktimi i Allahut. Sprovat janë natyrshmëri në këtë dynjë. Pa sprova, që ka Imam Muhamedi, kur nolën sprovat, kanë kur të shtim kom në djathtë në xhennet edhe tjetra vetëm tu hi. Çto janë nisë me përfundu sprovat. Andaj në këtë drejtim ai nën vetdia jon, don konceptet tona fetare do të më qenë të ndërtuara me këtë parim. Don sprovat janë në realitet i pashmangshëm. E pse po dështojmë me këtë është për shkak se vëllezër besimtar ne nuk po e lexojmë Kur'anin. Edhe kur po lexojmë pak po meditojmë. Pak jem të marrë me Kur'an. Andaj këtë drejtim të ndërruar vëllezër besimtar, njerëzit sprovohen dhe besimtarëve, sidomos besimtarëve, sprovat nuk ju nolën kurrë. Ato vazhdimisht gjenerohen, vinë format ndryshme, mirë po, qëllimi i Zotit është që robët e tij me i majt afër vetit, me i pastru prej mëkateve, edhe me ja ngrit shpërblimin drejtet, sepse ka mundësi që një rob i caktuar me veprat e tina mos më mujt me mbriq ato ku Zoti dëshiron për ta. Andaj Allahu në farforme e ndihmon për shkak dashurisë që ka ndaj tina, e ndihmon me sprova që me çatje ku Allahu po don. Dhe kështu sprovat vëllezër besimtar në dynjë nuk na unolën deri në momentin e vdekjes. Po thot Allahu në Kur'an. Shumë interesant vëllezër besimtar. Kur'ani është çudi e madhe. Është çudi magjepse. Fa asabakumul maut. Dhe ata i goditi sprova e vdekjes. Kështu Allahu po thot. I goditi sprova e vdekjes ata, që nuk kupton edhe vdekja për ne vëllezër besimtar është non sprov. Në dy drejtime sprov. E para, derisa ti ke me dhon shpirt, nuk të dohet shejtani. E dini rastin e Imam Ahmedit, i erdh shejtani te komt e i theke u më shpëtove o Ahmed, më shpëtove e ky theke ju vallojn hala. E çfarë do i ke me këtë punë? Do i ke shejtani me shti Imam Ahmedin në bo kibër, me një masi, pa vallon pështova. Pa unë pështova për ti, son jam ka gjani faralimi. E Imam Ahmed theke pështova. E sprova, në në tjetër pse është sprov, sepse me vdekjen e besimtarit, koncepti ju një shnosh është që ty të ndërpritet mundësia me bo vepra të mira. Për ty, mshelet, libri i vepra të mira ka përfundu e besimtari, është ai që ka që vazhdimisht me adhuru Allahun, është ai që ka që vazhdimisht me vrapu dhe veprave të mira, gjithso ata tjerë që thojnë shëqër ura hatu, është transmetu për djetarëve dhe ka argumentet mjaftueshme fetare se një besimtar që ka vdek me pas mundësi me ungjall, çka kish bë? Veç 5 minuta më herë në ymër, i shumë i fol 2 recate. Dëshmori, shahidi, ai që vdes në rrugt të Allahut me pas mundësi me ungjall, kish kërku këtë status veç edhe herë më me luftu në rrugt të Allahut e me dek për hir të Allahut. Kështu vllazën besimtar për besimtarin, sprova, vdekja sprov pse se ja pamundson me bë vepra të mira. Andaj këtë drejtim pasi që sprovat qenë kanë premtim, edhe qenë kanë të pashmangshme, ato i shpalosen robëve të Allahut në vartësi të imanit të tyre. E njerëzit më të sprovum janë pejgamberët. Keni vllazni, lexoni historinë e gjithë pejgamberëve, keni për të parë se sprovat e tyre janë më të rënda, janë më të vështira, po me çka e kanë menaxhu sprovën? E kanë menaxhu me iman. Andaj në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, është ajo çështja e gabum që njerëzit i zhvendos edhe çështja e duhur i bën që njerëzit me kon të vendosur në ballafaqimin me sprova. Me ka që vendojmë pjesë në portë ytbës, duke kur falet Allah, kërkon dhe falje sa shfaqen përshirus. Alhamdulillah, wahdahu wassalatu wassalam ala man nabiyya ba'd. Të nderuar vëllezër besimtar, tham se kjo temë do të jetë vazhdim. Menaxhimi i sprovave sipas Islamit ndërtohet në 4 rrugë, 4 metoda ndërtohet don strategjia me u ballafaqu me sprova. E para, cila është ajo? Është ajo që është më e gabumja. E para është që me kon i pakënaqur me caktimin e Zotit. Me kon i pakënaqur me sprovën që ty të ka godit. A dëgjoni vllazni ju njerëz ka herë që thonë e pse mu? Çai bona Zotit? Sa kum pos bërç. Njerëz që çështu flasin. Që të mendim e kanë. Andaj kjo është çështje
e gabuar, është qasje haram, është qasje ndaluar, do në të sot i bon Zotit kur gjë, edhe është Allahu krijuesi ai që vendos çka do ndodh këtë dynje. Dhe asnjë vendim i Zotit vllazni. Këto do të pos në ndërdije. Koncepti fetor do të ndërtuar kështu që asnjë vendim i Zotit nuk ndërtohet përveç se me një urtësi pasaj. Allahu në atë vendim, në atë sprovë që ty të ka godit, është një urtësi. Ndoshta ti se kupton, mirë po Allahu çat vendim që e ka lëshu për ty e për mua, vjen me një urtësi caktuar. Andaj paknacia në ballafaqimin e sprovës është e ndaluar, respektivisht haram. Strategjia e dytë që është me u tregu durimtar. Ka sprovu Zoti, është e rënd kuptim të një realiteti që ti se kështë dashur, mirë po ti bën sabër. E që kjo është strategjia obligume. E ki bërç me bo sabër. E ki bërç me bo sabër, takojti, tër tamën, apo stër tamën, te ki bërç me u tregu durimtar para sprovë që të ka godit. Strategjia e tretë të cilën është e rekomanduar me parë. E para ke haram, e dyta obligative, e treta është e rekomandume. Po, këtu janë nisë pazori mbi pak më nalt. Tash vjen shesh imani, sa imani jot ngri, sa i gatshëm ti më ballafaqu me çet realitet, e që bie don errida bil musibe, me koni kënaqën me caktimin e Zotit. Me koni kënaqën me caktimin e Zotit. Çka? Allahu e pas ka caktuar çështë, unë jemi kënaqur me caktimin e Allahut. E kjo çështje të ndrollë vëllezër besimtar është po të sahab, si mësim pejgamberit Muhamedit alayhis salam. Andaj si shembull po tregoj një rast, një sahabi i quajtur Urve, duke bë një udhtim caktuar, e godet një smundje që ja han komën. Edhe ata mjekë që kanë qenë në udhtim i kanë thonë duhet me ta prej komën, me ta amputu për me të pështu pjesa tjetër e trupit, mirë po duhet me ta dhënë një lloj anestezionit kohës, e ky thotë jo, se është haram. Si duket ka qenë fjala për opium. Thotë jo, është haram, thotë po kur hi namazun e bin sejdë, thotë ju kap në komën tëme është lirë, edhe nëse janë i prej nëse snihe san. I lidh me Allahun, kjo nivel për neve vllazni mund të konë shtir i përjetueshëm, po për sa ka qenë realitet. Thotë kur hi namaz e bin sejdë kap në komën lirësht, edhe prej në thotë unë mos në i kurgjë. Edhe kështu ka ndodhur. Hin namaz, bjen sejdë, e morrin komën ja prejnë, edhe kur zgjohet mas 2 dite, ndodh një kader tjetër vllazni. Ka një fëmijë këtij Urves që është operu, ja kanë prej komën amputu, edhe jo nis fëmia morën me vizitu. Njëri rrugës vllazni, ka ropi kolit të dek. Një djali tina. Edhe po mbledhen ata burrat për skajtina, po thonë, po debatojnë çysh mja bë. Ky veç sa ja kvotëm komën, është shndruan invalid. E vdes djalit, çu më kallzu, i thotë njëri, o burra, ky është musliman, është besimtar, e kupton kaderin e Zotit drejt, po i kallzojmë, çunem shefëm. Edhe i thonë, o i nderuar, thotë komën ta kem prej, ti të marr veten mirë po tash ka ndodhur një kadereri, non të tordh familja me të pa, një djalë joti u ropi kolit e u dek. Edhe pengushllojnë. Çfarë po të ky Urvaja? Thot Allahu ti takon caktime, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Thot Allahu mi ka fol 4 gjymtyr, 3 mi kalon, një ma ka marr. Allahu mi ka fol 4 evlad, 3 mi kalon, një ma ka marr. Edhe i ka nështru ka caktimit të Allahut. I kënaqën me caktimin e Allahut. Apo është në vllazën besimtar, ato konceptet fetare janë që njerin çfarë ose e angazhojnë fetarisht, e shtin më kon aktiv ose e devijojnë. E ky sahabi kështu reagoi, pse? Ka mësu prej pejgamberit sallallahu. A ka edhe një strategji apo një çështje, një metodë? Është metoda e katërt, ajo e cila është elhamd, besimtar që janë në nivel të lartë, ata të cilët janë në nivel dietarëve, ata që kanë mësuar prej pejgamberëve, e falenderojnë Allahun kur i çon sprova. Pse? Se e din që sprova ose është pastrim prej mëkateve, ose është ngritje shkallëve në xhennet. Andaj çfarë ai i cili është me një nivel të lartë, shumë të avancuar të imanit, kur e godet sprova, çfarë thot? Elhamdulillah që Allahu pas ka zgjidhur mua. Elhamdulillah. Andaj këtu janë vllazën besimtar çështjet të cilat njerëz i shohëm në menaxhimin e sprovave. Andaj besimtari çfarë thot?
elhamdulillah që Allahu ka boj musliman, nëse ka godit në shnet, thu elhamdulillah se ka prek imanin tem, ose në fund nëse ka prek pasuni, elhamdulillah se ka prek shnet, sepse kështu është ai koncepti i kërkuar përderisa të nderuar xhamat, na nuk po mëshëm me jetu në këtë dynja pas prova, andaj ti menaxhojmë ato çysh duhet, dhe kjo vëllezër besimtar është ajo që prej neve kërkohet. Andaj lutem Allahun që Allah mos më na sprovu, sepse sprova din na zhvendos, e nëse na sprovon Allahu vllazni, lutem Allahun që më na forcu dhe lutem Allahun që na mësu me menaxhu çysh ai është i kënaqur, e jo që sprovojnë, jo mos më kon as pastrim për mëkateve, po as ngritje drejtave, po më kon shkak për devim. Andaj kjo është e rënd, po lutem Allahun që Allah më na forcu dhe na mundsu me jetu me iman dhe me vdek me iman. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Në kërkesa fundit të ndërë vëllezër besimtar, Mbyti i Kosovës ka kërkuar sot që në gjitha xhamitë e Kosovës të qitet posta për një vakf që komo blen në komunën e Prishtinës. Kushdo që ka mundësi, vëllezër besimtar, ftoheni të kontribuoni me atë sa keni mundësi. Zoti është shpërblet. E kem të dera disa prej xhamative do dalën atë me post. Zoti është shpërblet.